Sa prindër kemi ne sot të cilët kam patur dëshirë që të kemë ndjemë dhe Zoti Dhul Xhelal ju ka falur ndjemë. Mirë po pastaj ato ndjemë ju ka put bela në shtëpi, e prej tyre pastaj s'u kanë dalur në shoqëri sepse fëmijët e tyre ndjemë i kanë turpruar, e që ndoshta ato vajza për cilët ky e ka përronjur fytyrën, kanë qëndruar deri në frymën e fundit pranë babait apo nënës derisa e ka drejtuar shpirtit e Zotit Dhul Xhelal, duke u kujdesur, duke e mëshiruar si të sëmur çka është atë gjendje. Sa prindër mund të kemi ne që kanë dashur djemë e pastaj me gjukët e tyre i kanë mallkuar. Sa prindër mund të kemi që kanë patur djemë e me gjukët e tyre ju kanë thënë nga u bëre sebeb more që ma more fytyrën. Nga u bëre sebeb more që për çdo ditë bela po mbien në shtëpi. Nga u bëre sebeb more që nuk e gjen dot rrugën e drejtë dhe rrugën e mbarë, vetëm probleme po mbien. Pra, këto shembuj çka na tregojnë ne? Na tregojnë në mënyrë që të mos bëhemi pishman dhe të mos e përroni fytyrën e të mos e prishim qefin nëse po vin vajza. Sepse e rëndësishme është të jenë në rrugë të drejtë, të jenë në rrugë të mbarë, të jenë të edukuar dhe të jenë të zbukuruar në moral të mirë. E nga do e dinte e shkreta nëna e Meriemës alayhi salatu wassalam. Meriema kush është? Nëna e pejgamberit Isa alayhi salatu wassalam. Mirë po nëna e saj e lutte Allahun Dhul Xhelal duke i thënë: "O Zot, më fal një djalë. Më fal një djalë që unë ato ta edukoj në rrugën tënde e ta bëj që të mirëmbaj shtëpitë në cilën madhrohet emri yt." E i madhi Allah Dhul Xhelal ja fali një vajzë. Mirë po, a duke kjo ta prish fytyrën pse Zoti ja fali vajzë kur kjo kërkonte djalë? Jo, përkundrazi pse? Për arsye që të kuptosh urtësinë e Zotit Dhul Xhelal. Pra në ato që Allahu ka falur, ajo është më hajër për ty. Andaj jepja edukatën e mirë, jepja moralin e bukur dhe krenohu me të, sepse ka qenë kaderi Zotit Dhul Xhelal, e Allahu e din më së miri pse ta ka falur vajzë e s'ka falur djalë. Apo e din më së miri pse t'ka falur djalë e s'ka falur vajzë. Sepse i kërkoi nëna e Meriemës alayhi salam, i kërkoi djalë e Allahu i fali vajzë. Po në do e dinte kjo e shkret që i madhi Allah Dhul Xhelal këtë vajzë që ja fali, ajo në barkun e saj do e mbaj një pejgamber të Zotit Xhelle Xhelaluhu Xhelle Shanuhu. Çka nëse do i jepte djalë nuk do e kishte këtë mundësi. Ajo kërkoi djalë për Zoti, i dha një vajzë, e cila vajzë pastaj emri i saj do të bëhej shembull për barë gjinin femrore deri në ditën e Kiametit. Emër të cilin Allahu i madhëruar do e nderoj këtë grua dhe do e ngris në atë nivel që do e zbres një kaptin të plot në Kur'anin Kerim me suratul Maryam, që të lexohet emri i saj e të përmendet emri i saj deri në ditën e Kiametit.